Dhe pas kësaj, Musa a.s. Vdes dhe mendohet një ngjarje që kur ka ardhur meleku i vdekjes, ka refuzuar Musait t'ia dorëzoj shpirtin. Dhe i ka thënë, është larguar meleku i vdekjes, i cili, pra i kishte thënë se mu më ka qu Zoti me ta marrë shpirtin, thotë jo. Meleku i vdekjes e ankohet Allah, thotë robi yt Musai nuk pranoi që ta dorëzoj shpirtin e tij, thotë nëse kësisoj, thotë thuaj, shko edhe një herë dhe thuaj Musait a.s. kap një lop dhe sa të kap prej kimeve të saj, në lëkurën e saj, dora, mbaj, numëroj ato kime, sa janë, aq vite ymër do të ketë. Dhe ashtu veproj. Musai a.s. kur e kuptoi një gjë të tillë, tha, e pastaj çka ka, tha, prap ka vdekje. Tha, nëse është kështu, atë më mirë tash se sa më vonë. Dhe përfundoi jeta e tij që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alayhi sallam, pra, e përshkruan, thot, sikur duke kaluar nga një vend, thot, e di edhe sakt ku është i varrosun Musai a.s. pra përmend vendin e tyre. Kësaj pra në një mënyrë apo tjetër pejgamberët njihnin vlerat e tyre të njëri tjetrit dhe Musai a.s. mbetet një legjendë e madhe e adhurimit, një legjendë e madhe e thirrjes dhe jo rastisht është prej 5 profetëve të dalluar ulul azm që Allahu xhalla xhelaluhu e ka zgjedhur, pra 2 kanë qenë para tij, Nuhi a.s. dhe Ibrahimi a.s. dhe 2 do t'jenë pas tij, Isai a.s. dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ky prej këtyre 5 është në mes, në kuptim kronologjik të renditur sipas kohës që ata kanë jetuar.